avokat dhe kjo është ndoshta pikërisht tema që unë po i vjedh në thonjza kolegut Red Varaku, hyn pak në politikë avokat së bashku. Është publikuar një foto, u bë virale një ditë më parë, një takim, një darkim midis kryeministrit Edi Rama dhe Alex Soros, djalit të kreut të fondacionit Soros, George Soros. Në gjithë të valën e zhvillimeve që kemi pasur në raport me protestën, ku shteti i ngritur në këmbë sigurisht ka kërkuar kush mund të jetë mbrapa protestës, ka njerëz që e financojnë apo nuk e financojnë, si u bë organizimi i protestës, nga ajo çfarë kemi dëgjuar, besoj dhe ju avokat bini dakord, kemi dëgjuar që mund të ketë pasur edhe rryma të financimit nga ana e Soros në këtë protestë. Na del kjo foto dhe na fut në një lloj vale mendimi që nëse mund të një lloj lëmshi që nuk e dia mund ta zgjidhin dot bashk tani. Çfarë kërkon Rama me Sorosin? Ishin përballë një marrëdhënie të prishur që është rregulluar së fundmi? Nuk e kam besuar kur që Rama ka prishur në ndonjë marrëdhënie me Alex Sorosin, edhe nëse një gjë e tillë do kishte qenë e vërtetë. Fakti është domethënë që marrëdhënia e zotit Rama me Sorosin ka qenë dhe mbetet e tillë, sepse ata nuk i lidh dashuria për njëri tjetrin, po i lidhin interesat e ngushta, të cilat i kanë pasur, i kanë dhe besoj fort që edhe do t'i kenë në të ardhmen e afërt. Ideja se Sorosi mund të ketë qenë ose është pas protestës ka lindur edhe për shkak se në protestë kanë marrë pjesë njerëz nga shoqëria civile ose aktivistë të ndryshëm, drejtues shoqatash të ndryshme, të cilët në të shkuarën e tyre janë financuar nga le të themi nga Fondacioni Soros. Dhe kjo ka ngritur ato dyshimet e mëdha që mund të ketë qenë pikërisht Fondacioni Soros ai le të themi iniciatori ose financuesi i protestave në Shqipëri. Faktet janë kokëfort dhe tregojnë të kundërtën. Protestuesit janë aty sepse ka një lloj idealizmi të cilën shumë njerëz ndoshta s'duan ta besojnë, por ja që është e tillë, sepse jemi sot në ditën e 74, nëse s'gaboj, të protestës dhe nëse më gjen mua një rast të dytë në botë ku për 74 ditë rresht në raporte numerike të ndryshme por të qëndrueshme është protestuar, unë të kërkoj ndjes publike, pse s'kam se çfarë të bëj tjetër. Por është e tillë që ata njerëz janë aty jo sepse i ka financuar Sorosi, por sepse duan realisht një Shqipëri tjetër, një Shqipëri e cila nuk drejtohet nga një arrogant diktator. Mund t'i gjesh të gjitha sinonimet e mundshme këtij personi që është në pushtet, dhe në kaun tjetër nga një 82 vjeçar i cili ka harruar domethënë që shkojt merret me niprit dhe mesat e tij, mes të niprit gate, si që është zoti Berisha. Historia e Alex Sorosit ose Sorosit në Europën lindore, sidomos në Shqipëri, lind që në vitet 90, 91-92, ka qenë si në kahun e djathtë dhe në kahun e majt. Pra ka shumë njerëz, personazhe të cilët janë financuar, kanë marrë para të qëndrueshme nga Fondacioni Soros, duke filluar po thuash ti edhe deri te Lulzim Basha, edhe deri tek Sali Berisha, dhe por duket se ka pasur një lloj marrëdhënie më të ngushtë Edi Rama, dikur Erion Veliaj me Fondacionin Soros dhe Alex Sorin se sa të djathtët, le të themi. Fakti që sot ata janë në dhërmi, ose janë para këtyre 2 ditësh në dhërmi, duke darkuar së bashku, tregon edhe një herë që marrëdhënia e tyre nuk është fare e krisur, që interesat e tyre do të vazhdojnë të jenë ashtu sikur janë, që nuk i dihet akoma se çfarë bisedash mund të kenë bërë për një ndonjë ndarje të ndonjë llomb tjetër të bredetit shqiptar ose të paketës maleve ose të atyre si të thuash resurseve strategjike që ka ky vend i jon, për të cilat s'pas kanë fund. Dhe këtu po e het prap një amendësim tjetër, amendësim e kam unë, po vaki dhe ndodhin, në shtator pritet që të krijohet ajo super kompania e barnave dhe ilaçeve,
për ta kuptuar, që ta kuptojnë shqiptarët, do jetë një super kompani e cila do merret ekskluzivisht me parana dhe ilaçet në Republikën e Shqipërisë, askush tjetër nuk do ketë takë që të merret, prodhim, shitje, eksport, import, bla 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 histori të këtij. Dhe sigurisht një super kompani e tillë, e cila do të xhirojë miliarda euro, po flas për miliarda, sepse buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe buxheti i infrastrukturës, Ministrisë së Infrastrukturës janë ato që marrin pjesën më të madhe, pjesën e luanit në vendin ton, po flasim, dhe thotë që edhe aty mund të ketë një izraelit që mund ta marrë edhe këtë super kompani. Gojë të liga janë. Do të thashë kështu siç them unë. Po prisni dhe do ta shikoni se çfarë do ndodhin. Dhe Sorosi nuk ka sesi të mos jetë i interesuar në gjithçka të rëndësishme financiare që ndodh në Shqipëri. Një pyetje. Do të vendos përballë, le të themi, dy hipoteza, në kuadër të dyshimit gazetaresk. Siç e thash dhe pak më herët, avokat është përfolur që Soros mund të ketë pasur rrym financimi në protestë për shkak të një marrëdhënie të krisur që u përfol në raport me kryeministrin Edi Rama. Ana tjetër, që unë po ngre një tjetër hipotezë, a mos ndoshta shfaqja për shfaqja e kësaj fotos, bërja virale, është një qëllim në vetvete i kryeministrit në PR-in e tij që siç ka rezultuar e ka pasur të fortë PR-in, që të krijoj perceptimin sikur kjo protestë financohet pra nga Soros, të krijoj mendimin tek qytetarët me qëllim që të zbejë fuqinë e saj. Në një lloj forme, një takim që mund t'ia ketë kërkuar Rama Sorosit për t'i thënë që më duhet pikërisht për të qëllim. Por në vetvete Soros mund mos ketë fare rrym investimi në këtë histori. Dhe një mendim tjetër që ne kemi pasur edhe kolegët tuaj avokat që ma kanë thënë emisionin tim që kryeministri dhe ka qenë pikërisht kolegu Gylsen Zhlima, i cili ka thënë që Rama do të jetë dëshmitar në SBA i një përplasje midis Soros edhe Trump. Duken kështu si të gjitha teori konspirative, por janë hipoteza të mundshme kur vjen puna tek politika dhe mbajtjen e pushtetit. Tani, për mua Rama është politikani tipik kameleon, i cili i gjen mënyrat për të dredhuar në të gjitha rastet kur ai ka interesa ose kur e shikon ngushtë, vetën ngushtë. Me Soros, sikur ta thash dhe më përpara, ka pasur marrëdhënie, ka marrëdhënie dhe unë besoj që nuk ka për të çbërë kjo dashuria me Sorosin, sepse interesat e tyre përkojnë të atilla që edhe sikur të duan nuk mund zihen, them unë. Në të gjitha, sepse janë interesat të forta strategjike, financiare dhe ekonomike. Dhe këto duken në ato çfarë kjo qeverisje i ka hapur krahun Alex Sorosit ose atyre të cilët janë sponsorizuar nga Sorosi për të qenë pjesë e le të themi historisë në vendin tonë. Unë nuk besoj se Rama nuk do bëj të gjitha tentativat e mundshme që nga njëra anë të ketë një derë të hapur nëse do jetë e mundur që ta hap në paradhomën e zotit Trump, dhe nga ana tjetër të mos prish as edhe një lloj marrëdhënie me të majtët demokratë në Amerikë, të cilët së fundmi, po ta dini, e keni ditur dhe dini fort mirë, që sponsorizohen fort edhe nga Fondacioni Soros. Vetëm së fundmi kishte dhënë diku tek 100 e kusur milion dollar për fushatën e demokratëve, sepse në fund të nëntorit, në nëntor të këtij viti në Amerikë janë midterms, janë zgjedhjet e gjysmëmandatit për rifreskimin e Senatit dhe të Kongresit. Pra aty ka, le të themi, ndërhyrje të fuqishme. Gjasat janë të gjitha që republikanët të humbasin Senatin dhe Kongresin, dhe një situatë e tillë do vendoste në
le të themi në kushte komode të majtët dhe as pak në kushte komode të djathtë e zotit Trump. Në të gjitha rastet, Rama dëshiron që ta ketë mirë me të dyja palët. Ashtu si shkullën ka dashur ta ketë mirë edhe me vlla Erdoganin, por edhe me Bibi Netanyahu. Ta ketë mirë dhe me Zelenskin, por edhe me Putinin. Ta ketë mirë edhe me Vučićin, por edhe me Albin Kurtin. Pra, Rama ka dashur gjithmonë që të tregojë sikundër është kërthiza e botës, është ai politikani të cilin, sikundër e thoshte para ca kohësh, sa ngrihet në mëngjes Macroni apo Merci, e marrin dhe në telefon dhe i thonë, "Shikom, ç'a mendimi keti për këtë luftën në Ukrainë apo për kanalin e Hormuzit?" Deri këtu ka arritur megalomania e këtij personi. Ç'ta kuptoni drejt. Vendosim një theks tek një moment që presidenti Trump deklaroi, jo më larg se sa sot, që mandati i tij përfundon në 2028 dhe kushtetuta amerikane, pra amendamenti parashikon qartë që janë 2 mandate për presidentin dhe nuk ka një të tretë. Pra historia e të qenurit presidenti Donald Trump mbyllet në 2028. Gjasat si u shtoni, edhe kam përshtypjen edhe unë kështu mendoj që do ketë një lloj goditje për sa i përket republikanëve për krahut të Donald Trump në Amerikë në midterm, pra në zgjedhjet e pjesshme për Senatin dhe Kongresin në nëntor.